Ekosistemet detare dhe bregdetare shpalosin një biodiversitet të gjallë, të ndërthurur me shekuj historie dhe trashëgimie kulturore. Peizazhi i mbrojtur i Porto Palermos është një pikë takimi rrallë midis tokës dhe detit, ku jeta detare dhe ajo toksore bashkëjetojnë në harmoni. Në ujërat e tij kristal, bari i detit formon livadhe të gjëra nënujore që ushqejnë një shumëllojshmëri organizmash detar. Këtu jeton molusku, i listuar si kritikisht i rrezikuar në mesdhet. Gjatë kësaj pije bregdetare, breshka detare e rrezikuar dhe foka mesdhetare gjejnë strek të sigurt për ushqim dhe shumim. Porto Palermo është po ashtu një streh e rëndësishme për shpendët. Gjiret dhe shkëmbinjtë e tij ofrojnë vende të sigurta për folëzim për specie si laraku i vogël, i rrezikuar në Shqipëri, dhe thellëza e malit, sterni i dimërak dhe pulbardha kokzez, që pasurojnë jetën e gjallë të zonës. Ujërat e Porto Palermos janë gjithashtu shtëpi për peshq dhe peshkaqen të rrezikuar, përfshirë peshkaqenin me pend të shkurtër, korbin e bardhë, duke dëshmuar rëndësinë e madhe globale të zonës për ruajtjen e biodiversitetit detar. Në tokë, bimë të rralla dhe endemike si limoniumi himarës, që gjendet vetëm në Shqipëri, japin zonës një vlerë të veçantë botanike. Bimë të tjera të rrezikuara e pasurojnë më tej këtë mozaik natyror. Ky kombinim i specieve të rrezikuara detare, bimëve endemike dhe habitateve të paprekura e bën Porto Palermo edhe një streh të gjallë të biodiversitetit,